Obori mbretëror shqiptar ka njoftuar zyrtarisht fejesën e Princ Lekës me Blerta Celibashin, duke I dhënë fund muajve të aludimeve për një lidhje mes tyre. Lajmi u konfirmua përmes një deklarate publike ku theksohet se ceremonia e fejesës është zhvilluar më 11 tetor 2025 në Ksamil, në jug të Shqipërisë, në një ambient intim dhe të mbushur me dashuri. Sipas njoftimit zyrtar, fejesa u premtua me gëzim në praninë e familjarëve dhe miqve të ngushtë. Obori mbretëror ka shtuar se familja mbretërore ndan lumturinë e saj me popullin shqiptar dhe shpreh mirënjohjen më të përzemërt për të gjithë ata që kanë përcjell urimet e tyre të mira në këtë rast të gëzueshëm. Fejesa e Princ Lekës vjen pas një periudhe të qetë në jetën e tij personale pas ndarjes me Elia Zaharin, me të cilën ai ka një vajzë. Ngjarja në Ksamil është përshkruar si e ngrohtë dhe elegante, duke ruajtur traditën e familjes mbretërore, por edhe duke reflektuar një frymë moderne.